Dhuna e ushtruar ndaj lojtarit të Kukësit Dritan Smajli në përballjen mes Laçit dhe Kukësit, ku 30 vjeçari u godit me sende të forta nga tifozët vendas, ka qenë në epiqendrën e diskutimeve në produksionin e përjashëm sportiv në radio televizionin Ora News, Ora Skane. Në lidhje me atë çka ndodhi, u shpreh vetë protagonisti i asaj ngjarje. Bojtësi Smajli mjaft i shokuar deklaroi se po mendon t'i kërkojë drejtuesve tërheqjen përfundimtare nga futbolli. Ishte hera e parë në jetën time që më ndodhte një gjë e tillë, domethënë në futboll, nuk arrita kuptoj se mëse duhet të goditet një futbollist që loja të mos vazhdoj më. Unë personalisht i kam kërkuar dhe presidentit Gjiti të tërhiqem nga futbolli, pasi nuk është një moment dramatik që nuk mund të laj jetën domethënë me të tilla gjëra. Ndërkohë që presidenti i Kukësit Safet Gjitsi e cilësoi si të paprecedenta të ndodhi, duke kërkuar marrjen e masave të menjëhershme nga Federata Shqiptare e Futbollit dhe komisionet pranë saj. Besoj që janë gjithë argumentet dhe faktet që ne do e kërkojmë këtë federat, sipas rregullavës natyrisht. Pastaj aty janë komisionet që vendosin që nëse kemi drejt apo s'kemi drejt. Se nuk mund të vazhdojë të futboll kështu. Në moment që Laçi e pasi s'po e fiton do ndeshën, pastaj filloi këto shenjë dhunës dhe këto siç e ka traditë dhe zakon vet. Normalisht duhet të ishte ndërprerë ndeshje. Për ne ka përfunduar ndeshja aty. Nuk është problemi humbja, se sa është problemi goditja një lojtari në fushë është shumë e rëndë. Bëjmë investime që të kënaqim tifozërinë, por jo të bëjmë luftë mes tifozërive edhe të nysim lojtarët në fushë. Është pa pranueshme kjo. Por nuk u diskutua vetëm rreth tensionit dhe ngjarjes në sfidën Laçi Kuksi, por edhe rreth një çështjeje të shumë përfolur si ajo e pezullimit të sulmuesit Petro Olainka për shkak të firmosjes së 2 kontratave me 2 klube të ndryshme. Vetë lojtari sqaroi pozicionin e tij. I came into Albania in 13 of August. Kur u riktheva nga Çipër në Shqipëri, pata kontakte me Kuksin, megjithse isha në kontratë me Bylisin. Pak para përfundimit të merkatos, Kuksi u paraqit në federat dhe përgjigjja e këtyre të fundit ishte jo. Nuk mund ta federoni Olainkën, sepse është ende në kontratë me Bylisin. Kuksi negocioi me Bylisin, por nuk u gjet akordi, i cili më pas u arrit me Skënderbeun. Më pas pati replika dhe kundërreplika mes presidentit të Kukësit Gjitsi dhe ish drejtuesit kryesor të Bylisit Besnik Kaplanaj. Ky lojtar nuk ka kontratë me Ballshin, është kontrata nul, edhe mënyra se është federuar. Lojtari ka firmos vet, ka ardhur paraqit pranë klubit me një menaxher, por ka firmos vet te klubi i Kukësit. Në procedurë tepër të rregullt kanë nishuar një kontratë me ne. Që ajo kontratë është cikluar dhe është vënë dispozicion i federat. Lojtari tashmë gjendet i pezulluar për faj të kujt? Për faj të kujt? Për fat i mashtrimi që ka bërë klubi i Kukësit. Gjithsesi, ngjarja më tronditëse është ajo e stadiumit të Laçit, ku analiza duhet të jetë detajuar dhe masat ato të duhurat në mënyrë që ndodhi të tilla të minimizohen në maksimum.